Se i thash Derisa vallai na tha, si smurë. domën e rrëfimit. Po, bravo ti atë. Bravo ti. Unë Kastilja, si isha më beti, mora Kristina ula, ajo më ullë bazë, tash në orë, qa këti me Kristina? Kaq më? Po dhe, qa këti me Kristina? Dhe unë fillo do në buk. Po viktimë. Pym pam, hynë ti, po ti? Po si thotë janë fotokopist? Pa që të thotë? Po si është përdërun ti potencialin tënë flojtare të se? Dhe në të gjithë debatin ti dole fituse. Po sigurisht më sa aty ishte më me mua ftyrës pa të gura emocion. Me thëmë kjo ofendu. Me që deshi pra? Ajo ka nevoj për... Ka nevoj të dëgjoj njerëzit që unë jam negative dhe unë sa herë më jepet mundësia unë ofendoj. Ti? Po, dhe viktim pra. Ate e ke morë që ta pashon, kujdes dhe kalon terma. Shumë bukur. Për çfarë ishte ofendu? Për magjistare? Po, ke drejt. Mirëmëngjes. Ç'është një horoskopit? Po yjet ku i ke? Po Mars ti kur të zbret në top? Po edhe unë për këtë ja thash magjistare. Thash nëse që ke ofendu, ma kishte thënë brëndar. Me që po më thu sot, fal. Shpjegoj ndjes. E marr mbrapsht. Iku dhe kjo. Iku, gjithsesi, ma kishte thënë ndjes, më tha. Se ti tha shumë e ke këtë e shëmtuar. Thash jo. E shëmtuar sepse në tatë ditë din pasqyrë se e shëmtuar. Thash jo. Tash të kam thënë shpirt i shëmtuar dhe fotokopi e shëmtuar. Të shpik në i fjalë për të treguar kontekstin. Si tu? Të shpik në i fjalë, se shpik të. Tani, e kupton dhe sa besim ka